Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. Të gjitha falënderimet, të gjitha lavdrimet I qofshin dhe I takojnë vetëm Allahut Gjelle Shanuhu. Salatat dhe selamat qofshin mbi Muhammedin a.s. mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj gjithësie. Xhamatlit të nderuam, vëllezër musliman, sonte është ligjërata e fundit për këtë muaj të bekuar, sepse është edhe taravia e fundit, nesër është dita e fundit e agjerimit, dhe ne do të flasim për faljen e Allahut Gjelle Shanuhu, se sa e madhe është ajo falje, se sa I rahmetshëm është Allahu Gjelle Shanuhu, dhe e kemi zgjedhur këtë temë në fund të Ramazanit, duke shpresu në faljen e Allahut Gjelle Shanuhu. Kjo temë flet mbi një cilësi, apo një nga cilësitë e Allahut Gjelle Shanuhu, që është falja. Sa herë që bën gjunohe dhe I kërkon falje Allahut Gjelle Shanuhu, dije se ai të falë. Pasi nga cilësitë e Allahut është falja. Nga veçoritë e faljes së Allahut Gjelle Shanuhu është se pasi të falë, ai edhe është I kënaqur me ty, me mu, me atjetërin që na ka falë. Shumë herë kur përmenden gjunohet e mëdhaja në Kur'an, krahas gjunoheve përmendet edhe falja e Allahut Gjelle Shanuhu. Allahu Gjelle Shanuhu në kapitullin e Zumar, ajeti 53 thot: Thuaj, o robërit e mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, me shumë gjunohe, mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, pse vërtet Allahu I fal të gjitha mëkatet. Ai është që shumë fal dhe është mëshirues. Mos thuaj që Allahu nuk ma fal këtë gjuna, por lutu që Allahu të ta falë. Sipas dietarëve islam është mëkat të mendohet se Allahu nuk I fal gjunohet. Për arsye se ata të cilët mendojnë se Allahu nuk I fal gjunohet, janë duke menduar apo duke e mohuar një cilësi të Allahut Gjelle Shanuhu, e cila është falja. Për këtë arsye, dietarët islam kanë thonë që është mëkat me mendu që Allahu nuk I fal gjunohet. Në një hadith kutsi thuhet, nuk, pra thot Allahu Gjelle Shanuhu në këtë hadith kutsi, nuk jam zemëruar me ndonjë njeri, siç jam zemëruar me dikë që gjunohu I tij I dukej më I madh se sa falja ime. Sipas argumenteve tekstuale, na bëhet e ditur se falja e Allahut Gjelle Shanuhu vjen në etapa apo në periudha të ndryshme.
E para periudha, po e para etapë është falja e Allahut në këtë botë. Transmetohet se pejgamberi a.s. ka thonë, një njeri bëri një gjuna dhe tha, o Zot, unë bëra një gjuna, prandaj më fal. Zoti i thot, e kuptoj robi im që ka një Zot që i fal gjunohat dhe të dënon për atë. Ja kam falur robit tim. Pra vetëm që i shkoj mendja robit gjunaqar se ekziston një Zot që i fal gjunohat dhe kërkoj që t'ja fal, Allahu xhaleshanuhu e fali. Dhe i njëjti njeri, po thot pejgamberi sa, bën gjuna edhe 2 herë tjera dhe vepron një lloj dhe Zoti ja fal. Dhe në fund Allahu po thot, le të veproj robi im ç'të doj përderisa më kërkon falje dhe pendohet. Hadithi është i shënuar në Buhari. Falja e Allahut në ditën e Kiametit. Falja e Allahut xhaleshanuhu në ditën e Kiametit lidhet me mëshirën e pamatur të Allahut xhaleshanuhu që e ka për krijesat e tij, e në veçanti për krijesën njeri. Pejgamberi a.s. na ka treguar se mëshirën Allahu e ka ndarë në 100 pjesë. Dhe vetëm një pjesë e ka zbritur në këtë dynja dhe ku me të mëshirohen të gjithë njerëzit dhe të gjitha gjallësat. Dhe sipas disa transmetimeve, edhe kafshët i ushqejnë të vezhlit e tyre, po nga kjo mëshirë e Allahu xhaleshanuhu, pra një nga 100 mëshirat, apo një pjesë nga 100 pjesët e mëshirës së Allahu xhaleshanuhu që e ka zbrit vetëm janë në tokë. Dhe na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të vit dita e Kiametit, do ta bashkangjis këtë pjesë me 99 pjesë të tjera dhe do ta zbres mbi robërit e tij. Saqë aq shumë mëshirë do të ketë, sepse llogaritni vetëm një pjesë prej 100 pjesëve, edhe sa njeriu dhe krijesa bon i dorë me këtë rahmet të Rabbul Alaminit. Po kur të bashkohen edhe 99 tjerat, atë shumë do të ketë rahmet, atë shumë do të ketë mëshirë, saqë thot edhe shejtani do të zgjatet mos pe kap mëshira e Allahut, sepse çfarë shumë mëshirë ka me pas. Mirë po, ai prej momentit të parë, kur është kriju Ademi a.s. edhe refuzimi i tij për bevos sejdën e nderimit, ai është largu definitivisht prej rahmetit të Rabbul Alaminit. Pra, në ditën e Kiametit është etapa tjetër ku Allahu xhaleshanuhu e aktivizon, e angazhon rahmetin e tina për krijesat e tij. Falja për ummetin e Muhammedit a.s. është faza tjetër, etapa tjetër. Muhammedi a.s. ka thonë, do të thërras në ditën e Kiametit, o Zot, ummeti im, do të shoh pejgamber vetëm me një ithtar, dikën tjetër me 2, dikën me 3, dikën tjetër me një grup të vogël. Më pas do të shoh një grup më të madh dhe do të them, ky është ummeti im, por Zoti do të thotë, jo, ky është ummeti i Musait a.s. Pastaj do të shoh një grup shumë më të madh dhe do të më thuhet, ky është ummeti yt. Po do të më thuhet për tyre 70.000 do të hyjnë në xhennet pa dhënë llogari. Allahu do të më pyes, a jam i kënaqur? Po do të përgjigjem. Mirë po, do të përgjigjem, o Zoti im. Pastaj do të lutem që të shtohet edhe më shumë numri atyre që do të futen në xhenet pa llogari.
dhe Allahu do t'i shtojë në çdo 1.000 edhe nga 70.000 të tjerë, të cilët do të futen pa llogari në xhennet. Ne lutim Allahun xhalla shanuhu që të jemi prej këtyre personave që do të futen pa kurfar llogarie në xhennet. Dhe është faza e fundit e faljes së Allahut xhalla shanuhu, që thot Muhamedi a.s. do të hyjnë njerëzit në xhennet, por do të ketë njerëz nga ummeti im që do të jenë ende në xhehenem. Atëherë do të thërras, o Zot, ummeti im. Zoti do të më thot, o Muhammed, shko dhe nxirrin nga zjarri kë ka pasur besim sa kokra e elbit. Dhe thot Muhamedi a.s. do të shkoj dhe do të nxjerrë të gjithë ata të cilët kanë pas iman apo besim sa kokra e elbit. Mirë po, ende thot Muhamedi a.s. do të mbeten në xhehenem nga ummeti im dhe do të kërkoj prap. Prap do të kërkoj, thot Muhamedi a.s. Zoti do të më thot, shko nxjerrje ata që kanë pas besim apo iman sa një thirrës. Dhe do të shkon Muhamedi a.s. do t'i nxjerrë ata që kanë pas iman sa një thirrës. Mirë po thot Muhamedi a.s. prap do të mbeten ende në xhehenem nga ummeti im. Dhe prap do të kërkojnë nga Zoti që edhe më shumë me nxjerrë nga xhehenemi. Pastaj ata që kanë pas, pastaj Allahu xhalla shanuhu do të thotë shko dhe nxjerrë ata që kanë pas besim sa një thërmi, sa atomi. Dhe Muhamedi a.s. thotë do të shkoj do të nxjerrë edhe ata që kanë pas iman apo besim sa grimca e atomit. Mirë po do të më vjen turp që të kërkoj më shumë, edhe pse ende do të mbesin nga ummeti im në xhehenem. Me këtë rast Allahu do të thotë: ndërmjetësuan profetët, ndërmjetësuan melekët, ndërmjetësoi Muhamedi i dashuri im. Tani nuk kam mbetur veç se të ndërmjetësoj mëshiruesi i mëshiruesve, dhe Allahu do ta vendos dorën e tij mbi xhehenem dhe do të shpëtojnë edhe të gjithë ata që vetëm një herë në jetën e tyre kanë thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pra kjo është falja madhështore e Allahu xhalla shanuhu, e nuk është Allahu xhalla shanuhu agresor siç mundohen me paraqit islamofobët, se ai vetëm di me dënu. Jo, ai di vetëm me mëshiru. Mirë po kur të provët, ajo është diçka tjetër. Prap ne themi që është në dorën e Allahut xhalla xhelaluhu. Si përfundim, xhamatlit nderuar vëllezër musliman, nëse e dëshirojmë me vërtet faljen e Allahut, duhet t'i bëjmë dy gjëra. Të pendohemi për gjithë shka që kemi bërë, të bëjmë pendim të sinqert, të ubetun në suh. Dhe e dyta, të i falim njerëzit që ta meritojmë faljen e Allahut xhalla xhelaluhu. Ne i lutim Allahun xhalla shanuhu që çdo punë të mirë që kemi bërë gjatë këtij muaji, çdo fjalë të mirë që kemi thonë gjatë këtij muaji, çdo ibadet që kemi bërë gjatë gjithë këtij muaji, në ditën e Fitr Bajramit, kur është edhe dita e marrjes së shpërblimeve, e lutim Allahun xhalla shanuhu që të na shpërblen nga rahmeti dhe mëshira e tina, sepse jo që ne kumë ditë sa jemi meritor për një shpërblim të tillë, sepse edhe në xhenet do të hyhet nga mëshira e Allahut e jo nga merita e insanit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.